Sherif Kallaku sërishmi me trofeun elitarit më të mirë, urime. Faleminderit. I kënaqur për fitoren, lojën, por edhe për trofeun. Po normalisht trofeu është i shtys, është çmim që t'jep motivim, por më shumë i lumtur jam që arritëm të jemi me pikë barabartë tashmë në vendin e parë dhe kemi pasur securi mjaft mirë dhe ç'ishte më e rëndësishme ishte që mos të psonim gol. Javën e kaluar asistoi Kastrati, shënuat ju, sot u bë rokada. Po normalisht besoj kemi armë formë optimale. Edhe kam theksuar edhe më para, gjithmonë kemi pas probleme, kemi sakrifikuar për ekipin, por kur e shef nga jashtë nuk duket sepse kur je në fushën e lojës askush s'do t'ja di se je dëmtuar apo jo, vetëm ne kemi vuajtur atë pjesë, kështu që jam shumë i lumtur që s'kemi atë probleme më dhe po vim formë optimale dhe ç'është më e rëndësishme janë 3 pikë dhe janë 3 fitore radhës. E kemi paravuar 100% e Kallakut apo duhet pritur rendje? Po normalisht besoj në futboll nuk mund të caktosh kur 100% që gjithmonë pritet edhe kur jenë 100% gjithmonë ti do më thush që prap duhet t'japësh akoma më shumë. Unë e theksoj edhe du të them që gjithmonë du t'jap më të mirën. Pastaj është bazë të formës, bazë të ekipit, ndeshjeve, edhe futbolli është i paparashikueshëm si në anë individuale, po ashtu edhe në anë të rezultateve. Duke kthyer tek ndeshja, avantazh minimal deri në fund, edhe në kohën shtesë, pak sa në tension, ju dhe tifozët. Po normalisht duke marrë parasysh që sot lunim për vend parë, sepse themi drejtën e pamë dhe rezultatin e Ignatiës, para se dilim në zemje dhe në pjesë parë mendoj që duhet të shënonim mos them 3 gola, po 2 të paktën, mendimi im personal, i kishim rastet, i kishim mundësit. Pastaj pjesa 2 Partizanin, them drejtën, nuk është mo e i pashmi, jo është i përgjithësit, lyti me lirshëm dhe ne normalisht trysnia 3 pikëve, sepse në fund mund të lush mirë, nuk merr pikë dhe gjithë e kanë mendin 3 pikë, kështu që prandaj jam i lumtur që edhe me një pjesë 2 të vështirë mund të them, ne i dham terren Partizanit për t'i kap në kundrasulm, por mendoj që çfarë ishte më e rëndësishme ishte që fitum ndeshin dhe tani jemi lart. Kallaku 2 ndeshje radhës jashtë dhe ti dhe vështirë për ruajtur vetëm e parë. Po normalisht unë jam thonë në kampionat shqiptar nuk ka ndeshje të lehta. Janë gjithmonë kundërshtar të vështirë, çdo ekip kërkon pikë pavarësisht lojës, apo ne do shkojmë për të marrë maksimumin, për të, siç i themi, për t'i bojë zmetin dhe çfarë tjetër shkruar. Konkretisht javën e ardhshme jeni mysafir në Nikodovana, një stadion, një fushë, një publik që ju njihni mirë. Keni lutur për fanelën e Teutës. Po, aty të them drejtë kam pas vitet e arta, jam formuar si futbollist dhe normalisht për mua është si nostalgji mund ta them dhe gjithmonë ju uroj të mirën Teutës, por tani jam pjesë e Vllaznisë dhe normalisht shkoj vetëm për objektivin e Vllaznisë. Dhe s'fundi dedikimi për trofeun. Po normalisht e kam thonë edhe më para, trofeu dhe çdo gjë i shkon familjes time dhe vajzës time mbi gjitha. E cila po bëhet tifozë e Vllaznisë. Po, sot nuk e kisha në stadium, por mendoj që do vi ndeshje tjera dhe gjithmonë do jemi më i motivuar kur e shoh atë në stadium. Urime Kallaku, suksese. Faleminderit ju.